vetuar para kuvendit të Kosovës, si t'ju referohem, zoti Peci? Po, krejt ato që i referohesh janë të sakta, por nuk jam deputet i betuar për shkak se opozita ka përmundsu një gjatë të tillë. Tash, ju mes tjerash në pjesën hyrëse deklaruat që ka pas 2 përpjekje dhe shumë është të rëndësishme që këto 2 përpjekje me pas spjegimin e saktë se si ka ardhur deri te kjo situatë. Si ka ardhur pra, se kemi qenë dëshmitar, zoti Peci. Kemi qenë dëshmitar, por nuk është e tepërt edhe një herë të rritë theksojmë ose të precizojmë se si kemi ardhur në një situatë të tillë. Mosvotimi i raportit ku konstatohet verifikimi i mandateve të 120 deputetëve është një precedent i krijuar që asnjëherë nuk e njeh historia parlamentare e Kosovës që prej zgjedhjeve të para të vitit 2000 e ne edhe atëherë kur ne nuk kishim Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Por pavarësisht kësaj, edhe nëse referohemi zhvillimeve të pas pavarësisë, një veprim i tillë i cili është në sens procedural dhe administrativ ka kriju një precedent të ri. Dhe precedenti i ri që është kriju, do thotë ka vështirësi legale, kushtetuese dhe ligjore se si duhet dal nga kjo situatë. Për shkak se e para nuk është qartë e definuar në aspektin legjislativ dhe kushtetues, po nuk është e definuar as në aspektin e rregullorës së kuvendit, por nëse i referohemi rregullorës së kuvendit, praktikës parlamentare, në praktikën parlamentare të Kuvendit të Republikës Kosovës, një pikë e rendit ditës, e cila merr një epilog dhe ka një rezultat që ne tashmë kemi si fakt dhe nuk mund ta zhbëjmë, ka paraqit një situatë ku ne jemi para një muri. Ne nuk mund të konsiderojmë që nuk ka ndodhur. Kush i vendosi gjithë deputetëve para murit? Po e përshkruani. Deputetët edhe Kosovën para murit në një gjendje të kurthit e vendosin PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista srpska. Edhe vetëvendosja, edhe partnerët? Jo, vetëvendosja, listë që keni garuar. Grupi bashkë me Guxo dhe Alternativën kanë kryer obligimin qytetar. Ne në radhë të parë kemi pranuar përgjegjësinë që na ka besuar qytetari i Republikës Kosovës. Për shkak se për mua personalisht gjithë ata deputetë që atë kanë votuar kundër këtij raporti të Komisionit Qendror Zgjedhor, ku konstatohet numri i mandateve për secilën parti politike dhe emrat e përveçshëm të gjithë secilit që kanë marrë besimin qytetar, gjithë ata që kanë votuar kundër, rrjedhimisht kanë votuar kundër vetvetes dhe mandatit dhe marrjes së besimit qytetar. Por këto parti që quhen opozitare të deri zoti Peci, thonë që ju duhet të jepni dorëheqje nga posti i ministrit. Unë kam dhënë dorëheqje tek e prokurim, cili është akti tjetër administrativ dhe ligjor që unë duhet me ndërmarr në mënyrë që me plotësu pjesën e përgjegjësive ligjore që derivon nga ligji i ri për qeverinë. Do thotë kujt duhet më japun dorëheqje si ministër përveç se me i shkruaj me shkrim në komunikim zyrtar kryeministrit